Pyetja tjetër, hoxh. Selamu alejkum, hoxh nderuar, kam një pyetje. Dihet që heqja e vetullave është ndaluar sipas haditheve. Kohën e fundit është përhapur një trend ku vetulla ngjyrosen në mënyrë që të mos duken fare ose të zbehen shumë. A hyn kjo në të njëjtin gjykim si heqja e vetullave, pasi qëllimi është i njëjtë, mos me u dallu vetullat apo ka dallim në këtë çështje? Për sqarim, nuk bëhet fjalë për ngjyrose që hiqet lehtë, po për ngjyrose që qëndron më shumë muaj këngjyrosje. Allah është shpëlbeft i nderuar. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallkuar ato gra të cilat I hekin vetullat. Qëllimi është shkulja e vetullave. Kushdo që I shkul vetullat bën pjesë të mallkimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sa herë që ka mallkim, gjithashtu automatikisht dihet që kjo gjëna është gjëna e madhe. Një prej shenjave është nëse ka për atë dënim, shenja e dytë është nëse ka për atë mallkim, kurse mallkimi është për ata të cilët I nukën vetullat. Kurse për ata të cilët I ngjyrosin, nuk është kjo argument. Argumenti I mallkimit për ata që I shkulin nuk I ka për ata të cilët I ngjyrosin. Por ngjyrosja pastaj, se dhe ngjyrosja I ka disa rregulla. Praktikisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer ngjyrosin pasi që del natyrshmëria e kimeve. Jo më ngjyros flokë, djali 17 vjet, 20 vjet, që kemi ngjyros në flokë të mjekrën Allah. Mjekrën e flokë lejohet me ngjyros kur e ka ndruar ngjyrën. Lau akramtum shekha, pejgamberi sa më ka thënë ta kishim nderuar plakun, babën e Abubekrit, se u konë shumë vjetër dhe mjekrën e ka pas shumë të thime, pejgamberi sa I ka këshilluar sahabët me ja ngjyrosë. Do thënë edhe ngjyrosja e vetullave nuk është se ka ndalesë. Edhe ngjyrosja e mjekrës lejohet, edhe ngjyrosja e flokëve lejohet, por parimisht veç masi që të kalon por gjanteti I saj edhe ta marrin ngjyrën e thinjave. Nëse është në qëtë pozitë, nuk ka problem inshallah, pa në shkuta në ngjyros një vit bardhë, një vit kuqe, një vit bashkës, nuk është kjo për cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj më shku më bën me vetulla gjona tjera, nuk është diçka që është e nivelit të pëlqimit, por e thonë se është sikur me nuk vetullat nuk është, për shkak se dispozita mirët sipas emërtimit, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast e ka emërtuar shkuljen e vetullave, jo ngjyrosjen e tyre, vallahu a'la wa a'lam.